Në këto raste, kur ju konsiderani që as gjykata kushtetuese nuk po jep ndonjë përgjigje duhur, çka duhet me bo Kosova? Nëse gjykata kushtetuese, domethënë, se ka bo shtërot pyetja, ose jo profesionalizmi, ose dhe jo patriotizmi, ose dëshira saj me bo lugë, sepse nëse tash vjen koha kalon mandati presidentes, edhe duhet ushtruesi detyrës. Ushtruesi detyrës nuk ka kryetar parlamenti, duhet më bo kryetari gjykatës kushtetuese. Se të presim të ju të pika e parë. Ju thatë ju profesionalizme, veçfar. Dëmëthon, qësh është e mundur që gjykata kushtetuese në një përgjigje mundur me kanë shumë profesionale, në një përgjigje tjetër e vlerësoni që nuk është profesionale. Jo, nësta shumë për cilën thash që jo profesionale gjykata kushtetuese. Ka shumë vendime tjera që janë cilësu si profesionale, profesor. Nuk e di se si di këtë vendimet e gjykatës kushtetuese, di disa vendimet se dhe t'jenë bo me copy-paste për raste civile, po më dojë të qytetarve. Apo të më të kalëzu na ja? Na e një më të kalëzu? Jo në gjajshme. Për shembull Fatmir Sejdiu në ka shkarku gjykata kushtetuese. Që kjo, qaja të kohë. Po, Fatmir Sejdiu në ka shkarktuë. Dy presidente ka rëzu gjykata kushtetuese. Kadar se do të mja kujtu në egjit se... Jo, po e ka rëzu. Begjet Pacolën e ka rëzu pa të drejtë. Një qeveri e ka rëzu gjykata kushtetuese, të tërë. Po dhe, kësë dhe më thonë që ka pas drejtë në vendimet e veta. Kësë absolutisht, nuk dhe më thonë që ka pas drejtë. Po unë veç kështu të regu që rasti fundit nuk është një vendimit cili i ka ushqy pritjet e qytetarëve të Kosovës. Po ne, gjykata kushtetuese nuk i zgjidh problemin. Po a duhet me zgjidh problem, po a duhet me jep një rrugëzidhje konform, sepse ti, a po thëtë në vullnetin politik me në vesh, për që ato edhe me vetë një qoban, në shalë bajgore, sa e të thëtë, duhet më morë vesh ta politika. Kjo është e ditu në profesor. Më pëlqen kër është në nivelin e Mahabetit, nivel qobansh. Që ta 5 njerës që janë qëtu. Këta nuk po dojnë me zgjidh problemin. Po dhe, se po i konvenat se cilit qështu... Edhe pse po i binin në qafë gjykatës kushtetuese. Që to nuk po kuptaj. Këta nuk po dojnë. Po mirë dhe... Se për ndrysh e gjykata kushtetuese, kur është varë... Po s'po me zgjidha gjykata kushtetuese, që aty problemi. More gjykata kushtetuese... është problemi gjykatës kushtetuese që këta si mirën veshë, profesora. Po nuk do të me lonë gjykata kushtetuese, nuk do të me lonë gjdo gjo vesh në vullnetin politik do mund të individve. E këta bon me lonë gjithë shka në dorën e gjykatës kushtetuese? Po, me kem këti qka me shtu? Lonë gjithë shka në dorën e gjykata parimisht, kore she. Gjykata kushtetuese është, nuk është ai që në prokurori që thot i donë sene, po i rekomandon. Po mirë dhe? Me rekomandimet të gjykatës kushtetuese... Rekomandimi merë në vesh. Jo merë në vesh. Realisht ka qenë e qartë për ato që dhe me kuptu. Cilat kanë qenë pritshmëritë e tua? Cilat kanë qenë pritshmëritë e tua nga gjykata kushtetuese? Pritshmëria, po më që ishtë dashtë me bo. Gjykata kushtetuese ishtë dashtë me thonë, shiko, kjo është mënyra që është mundet me dalë parlamenti, pe kësaj krize, konform gjykatës kushtetuese. Kjo është mënyra e votimit, edhe që një mënyrë të votimit e kam të reguën herën e kalum. Emisionin e kalum, po. Emisionin e kalum. Thjesht, anullon vendimin e gjykatës vitit 2014. Kush anullon? Vetë gjykata. Jo, se kjo nuk i bon këta vendimit gjykata kushtetuese. Pse? Nuk mirët me anullime dhe me vendime të rejtë. Nuk mirët me... Po vetë gjykata ka dhonë. O neq, e ki praktikat gjyqësore dhe praktikat politike janë pak më ndryshe. E ki Anglin, pa gjykat, e ki pa kushtetut, po funksionon shteti maj fuqishëm i botës, gati është. Dëgjën. Ne duhet me gjykata kushtetuse nuk vjen me mentalitetin në indru. Gjykata kushtetuse nuk vjen shpe me tonë të bënu me dasht veni. Po lemë së mojnë gjërata, ti përgjishën ndryshë se ti ndërhynen në ato që po flasë. A duhet me nejtë Kosova pengi një vendimit gabum vitit 2014? O nuk është. A duhet me nejtë Kosova pengi një vendim? Nuk ka pengi, ka së qaru. Qka ka së qaru? S'ka së qaru, sepse prekisht rezultati që asojnë është që Kosova nuk po mundet mo ka ngell në ngërsh politik. Rezultati që ati vendimi. Jo. Saj po thëtë duhet me... Qysh ka qenë i gjykatës? Unë? Cili vendim ka qenë i 2013? Qaj që ka thonë partis, jo grupit parlamentar mas zjedhe, po pa... grupit parlamentar që ka hi në zgjedhje, të më thonë, këtë rast, vendvendoses i takon
i takon me pas kryetarin. Nëse i takon me vendosje, pse do të më votu? Jo, s'po thot që i ka taku. I takon propozimi. Propozimi takon. I takon propozime, okej? Ne, çka po nervozohesh? Apo nervozohesh se voton Albolinën, apo gjykatë kushtetuese? Jo, po nervozohem ti që s'pe ndjek logjikën. Cëllon logjik? Logjikën, sepse gjërat duhet mështruar në mënyrë logjike. S'mundet me kon diçka juridike nëse s'është logjike. Nuk mundet me kon diçka juridike nëse nuk është. Cëllon logjike të fol. A? Cëllon logjik? Logjike është... Nëse flet logjikën e militantit të thjek. Jo, logjikën e militantit. Nëse flet me logjikën e preferencës është pak më ndryshe. Jo, bre, lemës më sofizma. Jo, sofizma. Cila logjika është e interesit të Kosovës. Interesi Kosovës është që parlamenti më konstitue sa më parë. Edhe ky problem që u paraqit tash, në qëto kushte, në qëto rrethona, në qëto vendimit gjykata kushtetuese, ky paraqitet mund mu paraqit serish. Mundet ne mësë mu paraqit dhe se një parti fiton ma shumë se 50% e tjerë dhe ajo te kalohet. Po në rast se vim situata si kjo e sodit, mundet prapë mu paraqit, hiqe Albin Kurtin, vjen një tjetër Albin Kurt, edhe aj vjen Nora Mavriqi, edhe aj e shfrytëzon këton, pse me lëshu pushtetin, kur ma ka mundësu e gjykata kushtetuese, me majtë qështu vjerë din pa kufi. Ma 30 ditë, dhe mas 30 ditë, prapë e vazhdoj 30 ditë dhe qka. Kjo nuk është logjike. Logjike është që ti me kriju mekanizmat të tillë ligjor, që aj mësë me pas share pa procedu. Mësë me pas share, nëse, qa ka mujtë me thonë gjykata kushtetuese? Ka mujtë me thonë gjykata kushtetuese, po, qitet lista kandidatëve, edhe votohet, kandidatit që merr më shumë të vota, bëhet kryetar parlamenti, tjerë bëhen në kryetar, edhe kryet mohabeti. Mos thoni problem tjetër këto që na nuk e diskutojmë. Po, edhe kjo është konfirm kushtetutës. Pse nuk është qartësu kur, do më diskutu, vendet e rezervuar të minoriteteve, dhe ato janë pengesë për mos gjithë këto. Po, vendet e rezervuar minoriteteve janë me kushtetutë. Kur të arrish me kushtetutën, me përqindje ato shkojnë. Minoritetet me regjistrimin e fundit në Kosovë nuk janë dorë as 4%. Mirë, po para të dush me ndru kushtetutën. Para të dush me ndru kushtetutën. Na po flasim për zgjidhje në kuadrat kushtetutës, sepse ne duhet me respektu këtë kushtetutë, mirë e keqe. Unë jam për me ndru këtë kushtetutë. Unë jam për me ndru himnin kombëtar të Kosovës. Unë jam... Qysh me bo? Me bo kur ka ro kushtimin Kosovë. Veç pak, mësë dole për temës, profesor, Visar, ki reagim për qëfar që po komentohet? Unë jam për me ndryshum mënyrën e zgjedhjes e presidentit. Po, nuk mundëm na me ndru mënyrën e zgjedhjes presidentit pa e ndru kushtetutën. Derisa kem qatë kushtetut, na duhet me vepru konform saj. Gjykata kushtetuese, shqyqër që halo validës, ju ka kalu mandati ma shumë se gjysmës tyne të ka pas mundësi, me anullu një vendim të vetin para prak, me sjell një vendim 3, konform kushtetutës Kosovës, edhe me qitë vendin me nxjerr pe i krize, aj përshtatët një partia, a një subjekti tjetër, ma pak më rëndësi është. Më rëndësi është që me dalë pe i krize. O neq, vendimi parë o konë shumë i qartë. E para veç e propozon. Mirë. Nuk o thonë që detyrimisht i takon të parës, ta përfundoj tani tira. Nëse i kishton detyrimisht i takon të parit, nuk ish pas nevoj mu votu. E para e propozon, shumë bukur. E propozon. Si ka numrat, e qka ban? Ja, ati që ka numrat i parit. Po si ka kërkush numrat? Po se dim ta. Po që po propozon të parin... Si ka numrat, le të shkojnë zgjedhje. Po le të shkojnë, po kush me thonë me shkojnë zgjedhje? S'po danaj me shkojnë zgjedhje, sepse ti ja ke mundësu me atë vendim që a i vazhdimisht me propozu, anë e propozon një herë, 2 herë,